Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala thumma ma ba'd. Nderuar vëllezër, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allahu azza wa jalla falenderojmë që na ka udhëzuar fillimisht në rrugën e tij të drejtë, që pasojnë udhëzimin e tij, mësimet e tij dhe hecin, po mundohen me hecë hapave dhe gjurmët e profetit e tij dhe shokëve të profetit e tij. Allahu qoftë i kënaqur me ta, ya Rabbul Alamin. Kurse neve Zoti na forcoft në këtë rrugë, e na mundsoi vërtet ashtu qysh po kënaqemi duke jetu me historinë dhe tregimet e tyre. Allahu na mundsoft më kënaq përjetësisht me shoqërinë e tyre në xhenetin e lartë Allahu subhanahu wa taala. Të dashur vëllezër, sot është ligjërata e fundit e kësaj serie, të këtij rrëfimi i njohur si rrëfimi i Ka'b ibn Malikut radhiyallahu taala anhu. Pra kaluam 20 takime, kjo është 20 me radhë, plot emocione, momente interesante. Shpesh herë ndishim veten se jemi në mesin e asaj shoqërie të bekuar, duke përjetu sfidat të lashët, po dhe ballafaqimin e tyre burrave të mëdhenj me sfidat e jetës, por edhe mësimet që profeti alayhi salatu wasalam u jap të shokëve të tij dhe edukatën që ata e marrën për profetit alayhi salatu wasalam. Andaj s'ka dyshim se edhe me këtë seri kemi pa rëndësinë e shfletimit të historisë së profetit alayhi salatu wasalam, rëndësinë e të jetuarit me mësimet e tij dhe shokëve të tij. Është begatia të madhe Allah subhanahu wa taala që Zoti më na përzgjedh me qenë për atyre të cilët shfletojmë këtë histori të begatë, e cila ka ndodhur para 1446 viteve, por është shumë aktuale, shumë koherente dhe të njëjtat, ndoshta shumë i problemeve që janë ballafaquar ajo shoqëri, në një formë ose tjetër ballafaqohemi edhe ne sot, sepse baza është e njëjtë. Dhe nga këtu na duhen të dashur vëllezër zgjedhjet ose mënyra që i ka trajtuar profeti alayhi salatu wasalam dhe shokët e tij këto ngjarje. Rrëfimi i Ka'bit padyshim që kemi pa dhe kemi nxjerrë ose kemi qitë para jush shumë mësime porosi, cilat i kanë nxjerrë dietarët, hoxhallarët për mësimeve ose për kësaj ngjarje të mëdha. Andaj dashur vëllezër, sot do të mundohem vetëm shkurtimisht disa prej porosive ose mësimeve që përmbyllëse të kësaj ose të këtij rrëfimi, duke lutur Allahun subhanahu wa taala që na pranoj këtë ders, na bëjë në peshorën e veprave tona të mira, na bëjë të sinqert në ata që themi dhe ata që praktikojmë. Allahu na mundsoft që deri në vdekje në qëndru që qëndroi Ka'b ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dhe i cili nuk u thye asnjëherë përballë sprovave, joshjeve që i pat për këtë dynja, përkundër gabimit që e bëri. Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu arriti që me sinqeritetin e tij së bashku me dy shokët e tij, ky gabim ose këtë gabim me banje një mësim dhe ngritje për ata, po dhe për muslimanët deri në kiamet. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala zbriti pastaj ajete në Kur'an, cilat do të recitohen, do të lexohen, do të kujtohen çdo herë kur besimtarët e lexojnë, dhe na kujtojnë sigurisht këtë ngjarje dhe këtë rrëfim, por edhe si dëshmi për sinqeritetin që i kishte Ka'bi dhe shokët e tij, sepse Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an dëshmoi se Allahu ka pranuar pendimin dhe dëshmoi se ata vërtet ishin të sinqertë, kurse edhe na porositë që të jemi të sinqertë.
Disa prej porosive dashur vëllezër në fund të këtij rrëfimi ose të kësaj ngjarje, pra lejohet legitimiteti ose lejimi që me I përmendë tregimet e atyre të cilët janë pëndu dhe përfitimi prej tyre. Por Kabi radiallahu ta'ala anhu e ka përmend tregimin e tij, ngjarjen e tij, në mënyrë që me përfitu spari djali I tij, nipi I tij, familja e tij, miru pastaj edhe të tjerët. Dhe kështu është dashur vëllezër, kjo është rruga e duhur që mas pari që ka përfiton prej teje, duhet me qenë familja jote. Nëse ke diçka të mirë me thirrë dhe me tregu, fillimisht tregoja familjes tënde, sepse ndaj tyre ke më shumë ti hak. Nëse ke diçka që duhet më tërheqë vërejtjen të dashur vëllezër, le të jetë nga një keqje, le të jetë pikërisht familja jote. Ata le të jenë që mësojnë prej mësimeve tua, prej hjekave tua në kushtimisht me thonë, dhe prej sukseseve gjithsesi. Pashtë dashur vëllezër, prej porosive ose prej mësimeve që ai personi më adekuat për me transmetu një ngjarje është ai që I ka ndodhur. Andaj Kabi radiallahu ta'ala vetë e transmetoi e tregoi këtë tregim dhe e tregoi prej fillimit deri në mbarim, pashtu dhe pa hek asgjë. Dhe kjo tregoi se Kabi radiallahu ta'ala anhu kishte dëshirë që të përfitohej nga ngjarja e tij. Një mësim I madh që na duhet në kohën e sotit në veçanti është me thonë dhe me përmbajtë të vërtetës, edhe nëse është ka njëherë në pare ma duket se është kundër nesh, ose nuk na bjen mirë. Nuk e bjen mirë ndoshta në aspektin e dunjallahut. Kështu Kabi radiallahu ta'ala ishte I sinqert. Nuk e mshefi. I tha për vetë pse ke mungu, pse nuk erdhe në luftë, tha s'kum pas arsye Rasulullah. S'kum pas arsye. Andaj me thonë të vërtetën dashur vëllezër, çdo herë, në çdo gjendje, edhe kur është ndoshta kundër nesh. Jo kur na konvenon, mashallah. E kur të konvenon me mbulu besimtarët e vërtet, ata që Allahu Zeli ka përgëzuar pastaj edhe me pendim, se s'ka dhe shokët e tij, thanë dhe ju përmbajtën të vërtetës, edhe kur ajo ju kushtoi pastaj me kogja me disa telashe. Mi dhonë për parësi të dashur vëllezër, një porosi si porosi të fundit, mi dhonë për parësi asaj që e dënë Allah subhanahu wa ta'ala, para asaj që e dënë nefsi. Kjo ka qenë edhe, mi dhonë për parësi sinceritetit në këtë rast, ka qenë kogja vështirë, dhe ka pas kosto, dhe ka bje paguti këtë kosto. Para asaj që e dënë nefsi nuk ka qef me qërtu kërkush, as nuk ka qef me thonë një I keq kërkush, as nuk ka qef me thonë te gabove kur, nefsi s'ka qef. Mira po, duhet me dhonë përparësi asaj që Allah Azza wa Jalla e dëmë para se asaj që nefsi e dëmë. Një mësim të shëllëzër, rreziku nga afatizimi punëve. Hajtë se koku. Tjetër në herë. Inshallah e nisi më falë. Inshallah tjetër në herë. Inshallah ka më mbulu. Inshallah ka me shku në haqë, veç edhe si vjetë për kryu dhe që të punë tanë e kështë më radhë. Afatizimi. Hajtë se koku. Që kjo I ka kushtu Kabit? Kabi nuk ka pas qëllim mos me morë pjesë në beti. S'ka pas qëllim. Arsyeja e mos pjesëmarrjes ishte veç të kryej disa punë, sepse ishte koha e vjelës së hurneve, që ishte e darja në Medinë. Që atu e kishte biznesin kryesor. Me që ato mbete I gjallë. Koha e vjelë, a mu ka njerë mund me qenë sprova për kërështë ku të ka lidhë zemrë Allahu sprovën. Bashë në malë, për ata hoxhi ka orë ndoshta, edhe zeqoti, me sprovu ta shte malli. A madhin, a Allahun, që në përqet për para.
Dikush gjithë shka të bënë, po dhe kur të preksh të porë, atë tja, Allah, 7.000 euro, 8.000 euro me i dhonë, me shku shkretir, si jam mërë mërë. Andaj, ka orë kjo apatizimi, është prej, të shëllëzër, prej të lashëve të mëdha që njerëz ngelin ndështë pa namaz, e ngelin pa haqë, e ngelin plot gëro, pa hijab, hajtë se ka kohë, hajtë se edhe pak, hajtë se qëto, hajtë se qëto. Qështu Kabi radiallahu ta'ala, i ka ndodhë kjo sprovë, letë nisën këta njëherë, e unë e pikry disa punë, inshallah, një ditë, 2 ditë, i nëzau bëllë. Mirë pa, koha khala. Parët shkojnë, jeta shkojnë, shëndeti shkojnë, ndashta jeta shkojnë kretë. Dhe kur shkojsh në tish për Allah të Azogjel, pas taj bëhet vonë. Edhe me dhomë, edhe me punu, edhe me ufonë. Ata që më të shumëti pritojnë me bëj badet kushën. Kushën? Munafikat. Munafiku ka qef me fjallë me konë musliman. Dhe shtirët si musliman, noda, në muhabet, në Facebook, me postime, i të kënosh. Po në praktik nuk ja da. Po që me folë sabahun i vjefshtirë. Me shku në gjihad i vjefshtirë. Me dhoni i vjefshtirë. Dhe kjo është nëse keve shtërsi në këto kryre i badeteve, në që në ditë disa që Allah i kalit pas taj si tese që është namazi sabah, namazi asis, veçanti me gjema. Se ki problem, dhije se gjendja ose nuk jenë shenja të mira. Munafikat pritojnë dashur vëllezër. Pritojnë me boj ibadet dhe pastaj gjejnë arsye. Gjejnë arsye, bojnë bej, që është bënë këta të profeta sallam, ja Rasulullah, pasha Allahun, po ta kështove, po ta kështove, po ta tove, po ta 100.000 pune. Rregull jema, salamu alaikum. Hesni. Sepse vjen dita kur kemi me dhonë llogarit përfundimtare. Kjo bëhet nëse Allah zot na afatizon për kundër metëve që i kemë, dikon e mshiron, i jep shpresë, ose i jep afat, nështë ta pëndohet. Po, dikon e lenë që ashtu, jetu këtë jetë, sepse rezultati merret botë të tërë dhe atje se cili pasaj kemi ndorë për Allah subhanahu wa ta'ala. Një mësim i madh thashë vëllezër është me shiqu fundin që shi vjen, përfundimi. Kjo është i mirë. Plot vepra janë të mla, janë mira më fillimisht, por funën e kanë të keqë. Plot me kapë, thashë vëllezër, njerëz të knoqë kur i bojnë. S'pe për meni me. Knoqët pak për një nota, 2 neta, një koha, knoqët e një farë knaqësie, por funën e kanë të keqë. Edhe zinoja, edhe alkoholi, edhe vjelja, edhe mashtrimi, edhe dëllëveri. Edhe zullumin dhe i tjetërit. Do këtë mirë, që pja merë ato i bënë zullum, do këtë mirë që tash. Nështë ta, mirë po, funi nuk e ka të mirë. E Ka'bi radiallahu ta'ala me shokët e ti, nuk u bënë sikur se munafika. Qysh ishte, ata i shkurë thani Rasulullah këna posë arsye, i thanë regullina. Edhe ata dole burat mirë. Para njerëzit. Kurse Ka'bi këshirë në funi që shkon me javë. E për me shku në xhenet, duhet është me kalu këtë sproven e bartjes pasojave të mëkatit. Duhet me te kalu këta. Ka'bi diti që ka mu ballafaqu me problem. Kur i thajem, jara se s'ka arsye. Dhe kështu i ndodhi, bojkot, sa që më ndaj ke në fund e kemi po, thaj, me vdek që gjendje, me vdek profeti, e unë me shku pa u folë profeti, që ka me bo? Ose unë në zëtë me vdek unë, e pejgamberi se nëmë s'ma falë gjenazë, sepse ishte kohë bojkotit. A shumë nëzër, besimtarin, pëjmësinë të mëdha që e menda këtë rëgjim, me i po gjanat mundu me po qështë e kanë funin, jo që ta që shduke. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharr wa asa an takrahu shay'an fa huwa khairun lakum. Allah ndoshta keni dëshirë diçka pa e del sharr. Se kot ne.
Se duhet ne. Qitash, është nefësi ma që ka me flejt, se sa ma që mu falë. Në sabah, me që një për gjumë. Po për ma buën të ne, e shetë që e salatu të khajru minë nëmë, namazë është me një se gjumë. Qitash nefësi ka që e për shku më rëzit atje. Në plazh, a ne pëse është e stërmbushne me harame. Nefëse t'ja lypë që ashtu. E dikush bën sabër. Edhe në kom nevojë, nështë të thotë, ka nevojë, nështë të smuje, ka raume, ka. Mirë po bëhet, sikur sa e gruaja e sahabike e nderuar, cila i tha profetit sallallahu alajhi wasallam kishte një sëmundje të rëndë, e cilës i binte të fikt. I humte vedia, epilepsia, tha ja Rasulullah, dhe i vazhdon të gjatë. E kur ishte në të gjendje, ndoshta dhe i shploja vreti, qoj hijabit i lëviste, sepse pa vetë di, tha ja Rasulullah. Apo e lutë Allahun Azza wa Jall që më mëshiru, sepse më ka po hoxha shumë. Tha nëse dënë për lutja Allahun dhe ka më të shëru, po nëse bën sabër, e kishtë të bëjmë gjennetin. Tha te po bëj sabër, po bëj bashkë, dhe më të nëndërua. Bën sabër që tash, dhe nuk i bën disa gjenaat për me fitu pastaj kënaqësin, jo 7 në plazh, po për jetësish në xhenet dhe kundërta. Do shta kënaqesh që tash, ja bën qefin veti, nefsit e shokëve, gruas se kështu me radhë, mirë, po runa Zot mundet pastaj mundet me të kushtu. E kjo gruaj tha ja Rasulullah, sepse është koha sezona e pushimeve. Tha ja Rasulullah, unë po bëj sabër, smuje tha për bëj bërë. Ama lutë Allahun që kur të më hubë vedia, mos më shplua vreti, ja Rasulullah. Kurse gratë e besimtarëve, me plot vedije, jo më shplu, ka ma pak, po shplujnë trupin 95% dashta, dhe shkojnë në deshen, edhe ma keq pastaj, edhe i kallëzojnë edhe tjere me foto e me video, se qështu po kalojna. Andaj dashur për besimit mirë dhe besimtarin mençur është ai që i këshir funi që shpejt vjen. Mundet me qenë vështirë që tash, mundet me të kushtu që tash, ka kosto që tash, ke hieka që tash, por në momenti kur kemi shiju kënaqësi nuk është larg, mosabet. 50 net kabin e bënën që thot nuk subhanallah. Javën e kaluar kemi po. Thot nuk ka vepër më të mirë që unë e tash e llogaris se so që kjo që Allahu më tregoj se ti je sinqert, Allahu më ka fal. Subhanallah. Krejt gjihadin ato veprat më që i ka bë kabi. Kur gjothasin ato për mu të mira çka është as që kjo që Allahu Azza wa Jall unë publikisht unë tha që je burri mirë, ama kjo e pat kostën e vetë. Dhe shoqë për mu përmisu, për mu regullu mundet me pas kosta, për ja blenë sepse xheneti është i përjetshëm dhe xhenemi po ashtu është i përjetshëm për pa besimtarët, kurse për besimtarët me katar nuk është i përjetshëm, xhenemi po flas, por kur ti lojnë kusuret, Allahu në rrëgjërë alamin dalin në anën tjetër. Ashtu lëzër, Shejtani nuk hjek dorë. Vazhdon, insiston, vazhdon besimtarin sa ma shumë me fut në mëkate deri ta çon kufër. E kur të qenë sërnisht, thot jo, mërone, atë këmë që me zër, atë këmë thonë me zër. Me zinit ka thirë, hajde më falë, nuk këmë thonë, flaj se bën edhe me flajt, e falë kur që është, veç që kaq. Këtë Allah subhanahu wa ta'ala, sikur se shambën e shejtanit, idh kale lil insani ukfur, i tha njeriut, bën kufër, më ho Allahun. Falamma kafar, e kur bën kufër, kale, inni beriun mink, inni e khafu Allah. E kur të bën kufër, thëti, thëtë unë distancona prej teje, zotni, haurin e pafshat, unë e fregojmë Allah, shejtanit është bëhet. Pra,
mos e bën dost dhe mos e nga ato që nuk ta don të mirën. Armikun tonë. Ose ai thot mos shkon lufte, mos shkon haxhe, ti përmend çka ki obligime, çka ki detyre, ti çet para, ta bën vështirë, mos e më bë më shkon haxh. 8.000, 9.000, 10.000 euro. 10.000 euro. Mos e bë. Çështoj, a që të punë e ka? Ai tjetër punë nuk ka. Ai nuk merret me bisedimet e Kosovë Serbi. Që të punë e ka? Mos e madh me qitë pe u dhe sot ka mundësi. Dhe nuk hjek dorë për soj. E kur t'ja arrin qëllimit, thot ja unë s'kom fajnë, me zërë s'kom shti. Allahu në rëtja rabbil alamin. Po është do shërëzër prej përësive, realisht, përësia më e madhe që ka në duhet nga këtë regim është sinceriteti. Me qenë sinqert. Në gjithë asë doatat, edhe kur bjen mirë, edhe kur s'bjen mirë. Alejkum bis sidq, ka thë brajti, sinceritetin pasën. Alejkum, vetëm sinceritetin. Fe inë sidqa, nga se sinceritetit qanë e mirësi. E mirësi të qoj në gjehenem, Allah. Dhe runë prej rranës, sepse rrana qka? O e jakë u vëllë këdib, runë prej gënjeshtërës mashtrim, sepse mashtrimi të qënë në el-fugjur, në veprat të këqia. E të veprat të këqia ka thonë qoj në zjarë. Këtë regim i ka të dy këto pjesë. E ka të regon pjesën atyre që e pasuan sinceritetin, ishën sinqert, kabe me shokët e ti, dhe monafikat ata që e gënyën profetin, e gënyën shokët e ti, respektivisht e gënyën Allahun, ose mundun me gënyën mirë po, Allahu këta thajuni sinqert në gjennet, dhe atyre thajuni munafika, dhe ata e kanvanin në gjennet. Allahu në bëfë sinqert, Rabbul Alamin. Lutë në Allah subhanahu wa ta'ala që në bëfë sinqert, sepse ka njëherë bina në disa opozita që veç për një fjallë mund është me fitu shumë. Për një numër mund është me fitu shumë. Për një pikë mund është me fitu shumë. Mund është. Për një hile të vogël fiton shumë. E shejtani të mashtron. Por bënu i sinqert, sepse sinceriteti ka vetëm hajër. Dhe përfundimi i sinceritetit është gjithherë i mirë dhe të qënë në gjennet. Porësia radhës prej begative më të mëdha të tashë vëzër, që Allahu ja e mundësën në rëndëve të ti, është një asqaru rrugën, me po rrugën e drejtë, se dikush nuk e sheh. është rruga e gjonë sa dush, mirë pa petë në këtë delë bëllë, e shëherë në shmojtë, herë në djavë, me ja mundësu rrugën. Kabe e kishtë të qarë. Në ishte doja për i të asem, është vëzër, Allahumme, erin e l'haqqa, haqqa në vërzuk në tiba. O zërë në mundësa me po të vërtetën si të vërtet, dhe mundësëna me pasu ata. Dhe në mundësa me po të pavërtetën, si të pavërtetën dhe rruna për i sot. Jo dy gjanë. Me po rrugën e drejtë dhe me pasu. Pe di valla që zbën, po se di qështu. Sërimi, rruga e drejtë është begati e madhe në shumë. Dhe me kuptu pavërtetën është po ashtu begati e madhe. Porësia tjetër e radhës është lehtë që mi mashtru njerëz dhe me fitu kënaqësinë e tyre, por është e vështirë ose s'mundesh me fitu kënaqësinë e Allahut vetëm duke qenë i sinqert. Njerëz mundesh me mashtru, mirë po jo dhe Allah subhanahu wa ta'ala.
Andaj një hadith që transmeton Aisha radiallahu ta'ala anha thot, ai cili e kërkon kënaqësinë e Allahut, edhe nëse hidhërohen njerëzit, ai ka fitu, Allahu ka me bo që një ditë edhe njerëzit kanë me dashur. Dhe Allah është razi me të. E ai cili kërkon kënaqësinë e njerëzve duke hidhëru Allahun, ai e ka fitu edhe hidhërimin e Allahut, edhe njerëzit në ditë nuk kanë me dashur. E ka be dashur kënaqësinë e Zotit. Njerëz njëherë ju largun, e bojkotun si fol ke kërkush. As shokët e tij më të ngushtë, as profeti e bojkotun. Mirë po dashti kënaqësinë Allahut me arrit. Dhe pastaj Allahu ndryshoi edhe gjendjen plot njerëz ashtu do zot. Edhe na jemi të tillë të dobët që shumë herë i dhajmë përparësi çka po thonë njerëz, e çish po kënaqen njerëz, e çish po kanë qef njerëz, e jo çish po kanë qef Allahu subhanahu wa taala. Pse po bën dorë me çështë? Pse po shkon që ato, mos mi aprish qefin. Pse boni stop, mos mi aprish qefin. Këtina, mos mi aprish qefin. Atina, e kështë në radhë. I lumi ai që nuk i aprish qefin Allahut, e i miri ai që i aprish qefin Allahut, sepse ai qef që jam e mërë qefin e njerëzve, është përkashëm, kurse kënaqësia Allahut është e përjetshme, po edhe qefi që onë Shafiu rahimahullahu ta'ala një fjallë të meshme shumë. Kënaqësia njerëzve ghajetun la tudrak. Kënaqësia njerëzve idrak. Kënaqësia njerëzve është synim që s'ka mundësi me arrit. Kur s'u kënaq njerëz. Është Zoti organizoje me tëna haramet, kushtimisht, stakfirullah, ke shabës, më organizoje. Po ai që organizon me tëna dorsme, me tëna, apet tonë s'kanë më knasë. Edhe ata që në shku nështë, apet kanë me gjithë në e veriti. Gajtën, s'ka mundësi, thëtë që Imam Shafiu, kënaqësia njerëzve me mëri. S'mund është me i knasë. Tëna ja bën, apet, thëtë jo, mare, kur që s'ke boti. Wa ghajetullah, rida Allah la tutrak, kurse kënaqësia Allahut thotë është që synim që s'do me la. Këto synim në rrinë, e këto mos gaba me la. Është mëzër për simeve të fundit ndoshta, që po du me përmbyllu që rrjedh nga kjo ngjarje, është edhe mos i le hapësirë kanaleve, lidhjeve me mëkatet, nga cilat ke hek dorë, ose nga cilat mundesh më rreziku, mos i le lidhje. Kabit i kujtohet, i kur ka fundi ka qenë, kur ja ka qenë në telegram mreti një mret i krishter nga Shami. E që një letër ato ozët li, hajde të natje, se kjo dosti jëtë të ka bojkotuës, më të fletë, jetë hek për ti. Hajde të natje dhe të natë mirat kena me të dhonë. Kabi jo që se pranaj, po dhe atë letër dhe të me njëherë ashtë tina plakën. Një që mos me lanë hesh, kër shkajt e shpia me ledzu dhe njëherë kur të qëtësona me këshyrë natën diku se mos edhe njëherë në ashta po thejnë në dhja. Mësimin më e madh që ka merret me kateve mos ju le hapësirë. Shëshmia që të ka qitë në të ka qunë me kate dhe të qëna pet ndërpreje, mos le lidhje. Veni ku shkën, e që ka mundësi me ro me kate, mos shka ato. Fotografi të vjetra, e kështu me ro, mos le. Punë që të qënë në qëtën me katë, mos e puno, e kështu me ro, perej, ose shkëpoti lidhjet me mëkatin, mënyrë që me shpëtu. Kurse kënena pëndohesh, kënena pet lidhjen e kije në regull, është problem. Allahu Azza wa Jalla ju shpërblefti në nderoft. Allah në mësoft që me përfitu për këtyre
mësimeve. Zotin e boft ibadet këtë ders që po e shfletojmë me historitë Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij. Këto ishin 20 legjeratat e këtij rrëfimi jashtëzakonisht i mirë, interesant, me plot mësime. Dhe inshallah taala ne do të kalojmë te një tregim tjetër nga java e ardhshme, rrëfim shumë interesant, por tash edhe më emocional, edhe më preks, e kjo është në familjen e Profetit alayhi salatu wassalam. Nëse janë sprovu sahabët, tash kemi me pa që sprovohet edhe Profeti. Madje është sprovu në familje, është akuzu në familje. Është një ngjarje jashtëzakonisht interesante që i ka ndodhur Aishës radhiyallahu ta'ala anha, gruas së Profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe po ashtu kanë qenë ditë të tëra që Profeti, familja e tij, shoqëria e Medinës kanë vujt, madje më shumë ndoshta se që kanë përjetuar dhe kanë vujt nga tregimi i Kabit radhiyallahu ta'ala anhu. Allahu na mundsoft që me shfletu këtë histori të bekat dhe të mirë, dhe që kanë thonë dietarët, nuk ka histori të asnjë personaliteti në fytyrë tokës që është publike, e njohur, gjithçka, prej as deri në zh, gjithçka, edhe në shtëpi, edhe brenda shtëpi, edhe jashtë në shtëpi, edhe jashtë shtëpisë, se sa historia e Profetit alayhis salam dhe pejgamberit alayhis salam. Ka plot burra në shtatë të mëdhej që dinë veç që zhukon shkencëtar kështu të mirë, po në shtëpi nuk e dim. Çka ka bën brenda nuk e dim. Çish ka qenë nuk e dim. Ose unë zot e ka një pjesë në shtatë të mirë të historisë të mirë, ka pjesën tjetër të errët. Kurse historia e Profetit alayhis salam është krejtë publike, gjithçka dihet për to, dhe është krejtë e mirë dhe krejtë e dobishme prej fillimit deri në fund. Ne bani Allahu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.